Ka një fund politik të Erion Veliajt, sepse ajo që nuk është më sekret, është që përplasja e Ramës me Veliajin është aq e dukshme, sa që vetëm kush nuk dëshiron ta shoh për shkak të porosive të redaktorit, e mohon një gjë të tillë. Sepse ajo që ndodhi në këtë periudhë kohore është që Edi Rama i arrestimit Veliajt me Edi Ramën sot nuk janë të njëjtët. Edi Rama e qau Erion Veliajin, po nuk po e vajton më. E sulmoi Spakun, kuptoi që nuk i dilte mirë në sondazhet, ndërpreu sulmin e Spakut, dhe nga ana tjetër filloi të shkunte në bashki të shkarkonte drejtorët besuar të Erion Veliajit. Ajo çfarë bëri zoti Veliaj në 18 mars, i ndihmuar nga Alban Dokushi, një njeri besuar i tij, që ka një leje të posaçme nga Spaku për të atakuar në qeli për shkak të funksioneve, është që shkarkoi Januar Aristanin për të rimarrë në kontroll bashkinë, duke emëruar Sara Goxhën si nënkryetare bashkie. Gjë që menjëherë nga kryeministri u refuzua, dhe kryeministri menjëherë reagoi duke bërë që Erion Veliaj për 24 orëve të dorëzoi nga agresionin ndaj Edi Ramës, dhe edhe pse Veliaj tha që nuk ka një përplasje, janë thashë theme etj, rikthimi i Januar Aristanin në kryetbashkinë e Tiranës me një hakmarrje të drejtë për drejtë konfirmoi që përplasja ishte reale dhe e pakthyeshme, duke shkarkuar të dy besnikët e Veliajt, zonin një Sara Goxhë dhe po ashtu Alban Dokushin, duke larguar fare edhe nga administrata publike. Dhe kjo lloj hakmarrje e asaj që sot është Vegla Edi Ramës kryetbashkisë së Tiranës, duke larguar 12 besuarit e Veliajt, konfirmon që përplasja ishte aq e madhe dhe prerja e kokës të Veliajt ishte definitive. Përplasja midis Ramës dhe Veliajs është në lidhje me metodën e zgjedhur nga Veliaj për të mbrojtur, duke goditur prokurorët, pra duke krijuar një lloj bumerangu në opinionin publik, apo ti mendon që është hakmarrje politike, dhe si më shumë se sa ta kandidoj për kryetar bashkie, ta bëj kryetarin e Partisë Socialiste të Tiranës, nuk di çfarë mund të bëj, domethënë ai ka qenë numri 2 fal emrimit, besimit, dhuratës politike të Ramës, tani kjo është sekret. Sigurisht që nuk është sekret, po Erion Veliaj para arrestimit. Sa bërë xhelos që Erion Veliaj ka bërë atë karrierë vertikale aq të shpejtë. Por sa shumë po e nxisin Ramën sot të jap këtë fund tragjik të Erion Veliajit, se nuk do t'i harrojmë ta njerëz janë të tillë. Por mbrojtja e Erion Veliajit sot për Edi Ramën është një kosto më e madhe se sa jetë atij falënderues për çfarë i ka dhënë e çfarë kanë shkëmbyer. Në metodë Rama i thot stop, nuk është kjo metoda, sepse Ramës vet nuk i leverdis të sulmoj Spakun, e provoi dhe ra në sondazhe. Nga ana tjetër sjellja e Veliajit në qeli ka qenë e pamenaxhueshme, e papërmbajtshme, duke sulmuar jo vetëm drejtësinë se është organike të sulmosh përsekutorët e tu, por po ashtu ka sulmuar figurat e Partisë Socialiste. Domethënë gjua që është përdorur nga zoti Veliaj në përgjigje telefonike. Po nuk janë thashë theme se ata që kanë dashur të lexonin kanë lexuar. Pra gjua ne nuk e kemi lexuar në drejt për drejt, po ministri i drejtësisë ka lexuar çfarë është thënë për të. Bërë fjalë për ministrin e drejtësisë Ulsi Manja. Patjetër, po Arbi Mazniku po ashtu ka lexuar çfarë është thënë për të. Edhe për Arbi Maznikun. Të gjithë gjuhën e ashpër zoti Veliaj ka përdorur ndaj të dyve, po jo vetëm ndaj këtyre, në raport me faktin që ndihet i pambrojtur mjaftueshëm publik nga ajo që ka qenë armata e tij politike dhe partijake. Kështu që sjellja e Veliajit në qeli dhe mos menaxhimi dhe mos koordinimi të dyve, si dhe ndarja e tortës në bashki për pushtetin, i ka bërë dy të luftojnë për këtë gjë.